Pas prishjes së lokaleve dhe aktiviteteve të jashtëligjshme në ambientet e QSUT-s, ka nisur edhe ripërthrirja e hapësirave publike. I pranishëm ishte edhe kryeministri i vendit Edi Rama, i cili u shpreh se shërbimi spitalor duhet të jetë sipas standardeve europiane, edhe pse sfidat janë të mëdha. Tani kemi një spital pa pazar, me një hapësirë publike që po ripërthrihet, po mbillet me pemë, po mirëmbahet. Ne do të kemi një hapësirë publike të standardeve europiane. Një hapësirë publike spitalore ku gjithkush që duhet kaloj këtu të ndjehet në territorin e një spitali në Europë. Ministri i Mjedisit Lefter Koka u shpreh se shumë shpejt qendra të tilla do të kenë në mbar vendin, jo vetëm në spitale, por edhe në akse rrugore dhe në hapësira të tjera publike. Një ambient brenda një qendre spitalore sigurisht kërkon një cilësi dhe kualitet të kësaj natyre. Ky është vetëm fillimi në këtë qendër spitalore. Shumë shpejt qendra të tilla do të ketë në mbar vendin, pra jo vetëm në qendra spitalore, por dhe në akset rrugore të Shqipërisë dhe në pyjet e Shqipërisë në mbar vendin. Ndërkohë, drejtoresha e QSUT-s pohoi se përmirësimi i infrastrukturës së jashtme është hapi i parë, pasi sipas saj dhe shumë shpejt do të fillojë puna për ambientet e brendshme. Ky është hapi i parë për përmirësimin e infrastrukturës mjedisore të jashtme. Shumë shpejt do të fillojmë me planin e riabilitimit të brendshëm në funksion të përmirësimit të shërbimit spitalor. Qeveria e re ka konsideruar si alarmante situatën spitalore në vend për të cilën duhen marrë masa imediate.